rikthim në studio tashmë për të folur për stimulimin e ftohtë në terapi logopedike. Do të flasim pak për ushqimet e ftohta, pijet e ftohta, akullore, ca ndihmojnë në mënyrën e të folurit tek fëmijët. Sigurisht që stimulimi, le të themi, i ftohtë mund ta quajmë lojë verore apo një teknikë profesionale, por ne do të flasim me logopedën ton Eva Shabanin për të gjitha këshillat, detajet dhe mbi të gjitha se sa kujdes duhet të kemi edhe tashmë që është sezoni verës për fëmijët dhe për gjitha ato që thash pak më parë. Eva, mirëmëngjes e dashur. Mirë se erdha. Mirëmëngjes. Besoj që tash edhe për ty kjo periudhë është goxha e ngarkuar të merresh edhe me fëmijët, periudhën e verës, do të thoj pak më parë që tashmë i angazhuar edhe me camping, kështu që kam përshtypjen tani gjithë fokusit tek bebat e vegjël. Po, është e vërtet, pjesa e ngarkesës është sepse duke qenë se edhe shkollat janë të mbyllura dhe prindërit për të mos i lënë fëmijët e tyre pa angazhime, preferojnë që fëmijët të shkojnë të zgjedhin kampe verore. Dhe aktualisht në klinikën time në Elbasan ne jemi duke zhvilluar kampin veror, por jo më shumë se 8 fëmijë, duke qenë se është klinik dhe e gjithë fokusi është që fëmijët të mësojnë të kënaqen, jo thjesht për pjesën që të vinë dhe të bëjnë disa ushtrime specifike. Dhe të ketë gjithë secili fokusin e tij. Po, pikërisht. Dhe një ndër këto që folëm, që thash pak më parë, është pjesë e gjithë procesit? Po, patjetër. Stimulimi i ftohtë në terapi? Pjesa e kampit, ne kemi menduar të jetë në formë edhe ushtrime, por edhe kamp. Pra, jo vetëm thjesht kamp që fëmijët të argëtohen me ngjyrosje apo me lojra të ndryshme, por duke u fokusuar në ushtrime logopedike dhe duke marrë në këtë rast shembullin e akullores. Pjesën e akullores dhe pijeve të ftohta, paçka se pijet të ftohta, domethënë me grup moshë më të rritur të fëmijëve, nuk i preferojmë domethënë për pjesë le të themi 3, 5, 6 vjeç, 7, sepse është pjesa e moshës që nuk i lejon që të pijen. Më mirë fruta të shtrydhura. Flasim për pije energjike në këtë rast. Po, për pije energjike, ndërsa për pije fruta të shtrydhura patjetër që po. Ndjesia të ftohtit edhe ne na jep kontaktin e stimulit. Pra, ftohtësia në sigur na drithëron trupin, themi ne. Po, pikërisht. Por, kjo është thjesht stimul i muskujve të gojës. I muskujve të gojës, muskujve të gjuhës. Pra, jep si, le të themi, nxitje. Pra, muskujt e gojës, sidomos ne e këshillojmë edhe tek fëmijët, le të themi, 8 muaj, sepse e mëson fëmijën edhe me ushtrim logopedik, pra nxirja e gjuhës jashtë, hapja e gojës, pra truri jep komandën fëmijës që të bëjë veprime. Që ta kuptojmë ne më qartë, stimulimi i të ftohtit, konsumimi i pijeve të ftohta apo akullores ndihmon në të folur duke ngrënë fëmijët akullore në mënyrë natyrale në përditshmëri, apo ka nevojë patjetër në supervizim nga ekspertët, nga logopedët në këtë rast? Janë në të dyja rastet. Pra, edhe thjesht konsumim në kohën e përditshme, sidomos tani në verë, por patjetër me vendosje klinike për disa raste të pacientëve, le të quajmë, që ka ngurtësim orobukofacial. Pra, ka ngurtësim të muskujve të buzëve, të nofullës së sipërme, të nofullës së poshme, apo linguale, apo të pjesës së gjuhës. Dhe çfarë ndodh kur kanë këtë ngurtësim? Pra nuk artikulojnë si duhet, apo nuk flasin fare? Nuk artikulojnë si duhet, sepse ngurtësimi bën që lëvizja e gjuhës në këtë rast mos jetë në formën që duhet. Pra mos ketë shtrirjen, mos ketë pjesën e majës së gjuhës. Pra është totalisht e ngurtësuar. Ose në pjesën e buzëve. Ndodh që ka raste, pacientët, klientët, që buzët i kanë më të ngurta muskujt, duke qenë se, le të themi, kanë filluar të flasin më vonë dhe muskuli nuk është stimuluar, nuk është mësuar. Dhe për këtë janë metodat specifike të logopedit, pra janë masazhet orobukofaciale që ne kryejmë me fëmijët për të stimuluar dhe për të bërë sa më elastik muskulin e buzëve apo të faqeve apo në pjesën e nofullës së poshtme. Duke kryer këto ushtrime, muskuli fillon dhe shkrihet, le të themi, dhe pjesa e të folurit bëhet akoma dhe më e lehtë. Dhe jo më kot janë edhe disa ushtrime, le të themi, praktike, shumë të thjeshta, që ne mund t'i përdorim dhe kanë një rëndësi shumë të madhe për pjesën e zhvillimit të muskujve të gojës. Është me një lëpirëse apo me pip,
Pra janë lojra që me një gotë me ujë mund vendosim një pipë dhe është pjesa e frymarrjes, marrim frymë me hundë dhe nxjerrim me gojë. Janë disa ushtrime që mund të jenë dhe përditshmëri, po për një fëmijë që mbase prindi e ka vënë re që mund të ketë probleme në të folur, sa kohë i duhet Eva që të ndjekë një terapi të tillë dhe që pastaj të ketë rezultate? Se ne flasim për akulloren dhe pije të ftohta, po është vetëm për sezonin veror kjo gjë pra. Patjetër, domethënë nuk është se për akullore mund t'i japësh në çdo moment, absolutisht. Edhe pse mite, domethënë është mit pjesa le të themi që të konsumosh akullore në dimër, të jep ftofje apo për pjesa kordave vokale, por kjo e ndihmon fëmijën shumë, domethënë edhe në stinën e dimrit, le të themi, konsumimi një akullore me kaush, pra sepse është pjesa që fëmija të nxjerr gjuhën për ta lëpirë, për ta konsumuar akulloren, sepse duke ja dhënë dhe me lugë e bën më të lehtë konsumimin e fëmijës dhe e bën dembel. Por në pjesën e le të themi e vijueshmërisë apo ndjekjes kozgjatjes së ushtrimeve ose bukofaciale, këtë e vendos vetëm për pjesën e logopedit, le të themi. Pra është vendim klinik se sa kohë mund të duhet. Nëse kemi një grup mosh, nëse kemi një grup mosh, le të themi 9 vjeç, që nuk është kryer, nuk është verbal dhe nuk janë kryer seanca apo ushtrime oro bukofaciale me terapi miofunksionale, le të themi, do një afat kohor të gjatë. Sa më moshe madhe, aq më... Pikërisht. Prandaj edhe unë e citova në fillim që duke filluar edhe me grup mosh, le të themi 8 muaj, kur fëmia fillon që të konsumoj 6, domethënë për marr pjesën 8, sepse e stimulon fëmijën të nxjerrë gjuhën, të bëjë disa ushtrime praktike që në momentin kur të jetë për të shprehur apo për të bilbëzuar, për të thënë disa rrogë fjalët e para, e ka më të lehtë, sepse është mësuar me pjesën që pra, duke konsumuar një akullore, ajo gjaja ka nxjerrë pjesën e gjuhës. Thua vetëm në zhvillim motorik, pra të lëvizjes, po i ftohti tamam si ndikon te perceptorët e trurit? Na jep direkt pjesën e ftohtësisë. Okej. Kupton? Pra, por përsëri është truri, janë qelizat tona që shkojnë direkt na japin temperaturën normale në ambientet e gojës. Pra, truri vepron me një herë. Po kjo lloj terapie, le të themi me ushqime dhe me pije të ftohta, vlen dhe për persona që akoma nuk kanë, pra për fëmijët që akoma nuk kanë nxjerrë fjalën e parë, apo duhet mbase vlen më shumë për fëmijë që kanë nxjerrë disa fjalë, por nuk arrin ta zhvillojnë më shumë se aq? Patjetër, domethënë më shumë tek fëmijët që kanë nxjerrë disa fjalë, për shembull, dhe nuk munden më shumë për të avancuar. Por kjo do dhe një vlerësim klinik më mirë për të parë zhvillimin orobukofacial. Pra, për të parë zhvillimin e muskulaturës së nofullës së sipërme, të nofullës së poshtme, të gjuhës, apo edhe pjesën e gëlltitjes më pas. Kupton, si edhe pjesa e diferencimit, për pjesën që frymarrjas, që marrim pjesën, domethënë oksigjenin me hundë, e nxjerrim dioksid karboni me gojë, pra është pjesa që fëmia, jo vetëm fëmia, pra pacienti bën pjesën e ndarjes së gëlltitjes, duke menaxhuar edhe frymarrjen. Eva, zakonisht te bebat ose pak më të rritur i provojnë dhe limonin. Zakonisht e bëjnë për të xhiruar dhe filmuar atë reagimin, po ai stimulon diçka ajo thartësia. Ndihmon në këtë rast tek fëmijët që kanë probleme të folur? Le të themi vën në nxitje komplet mimikat patjetër, por edhe funksionalitetin e qelizave të gojës. Sidomos edhe të buzëve, sepse rastet domethënë janë që fëmijët direkt e kanë komplet muskujt e fytyrës dhe ndihmon në masazhim të lehtë, le të themi. Pra stimul me masazhim të lehtë, por që jo që të bëhet Pra, gjithë logjika më sa po kuptoj është duhet lidhen disa neurone, pra do të bëj lidhjen. Pikërisht, këto janë disa ushtrime që domethënë ne kemi pas përdorur shumë mosha, domethënë grup mosha jon, le të themi, ose edhe për fëmijët që janë tani duhet të duhet të bëhen, sepse jo më kot ne domethënë na kanë pas dhënë disa ushtrime, por nuk i kanë pas ditur, le të themi, që ishin aq të nevojshme. Tani Eva, është seanca që fëmijët realizojnë me logoped, terapi që mund të zjas 1 orë, 2 orë në ditë, po në shtëpi, kur prindrit janë, se kalojnë më shumë kohë me fëmijën, sigurisht, çfarë duhet të bëjmë? Pra, të paktën duhet të vazhdojnë dhe ata t'i bëjnë këto, le të themi, terapit
pak sa më letime më të shkurtra. Patjetër, dhe ç'është e vërteta, unë nuk marr pacient përsipër në rast se unë nuk kam bashkëpunimin e prindit në shtëpi. Pra, në rast se unë hartoj planin individual për një fëmijë, hartoj plan individual dhe për nënën në shtëpi. Dhe në bazë të këtij plani, nëna do ndjek disa ushtrime specifike që mund të bëhen në shtëpi. Patjetër jo ushtrime që unë ja bëj në klinik, por janë ushtrime duke u bazuar në ambientin e shtëpi, sepse fëmija duke qenë në shtëpinë e tij, patjetër ka pjesën që unë jam në shtëpinë time, do bëj çfarë dua unë, po. Por duke ndjekur pjesën e planit që unë hartoj për prindin në shtëpi dhe patjetër edhe për edukatorën në kopësht apo në çerdhe, apo në shkollë për mësuesin Pra ndihmës. duhet ndjekur nga të gjithë, Patjetër, është në formë trekëndore, pra është terapisti, është prindi, është edhe shkolla, çerdhja apo shkolla. Duke bashkëpunuar në formë trekëndore bashk, atëherë rrihet suksesi. Nëse unë e bëj vetëm planin tim dhe ndjek objektivat e mia vetëm në klinik dhe prindi në shtëpi më pas bën çfarë fëmija do, suksesi nuk është aty dhe është e kot pjesa e ndjekjes së seancave, sepse është edhe shpenzim monetar, financiar i prindit, por është edhe shpenzim kohe, gjë që unë dua të arrij pjesën e suksesit me çdo fëmijë. Po, janë të shpeshta rastet E mos bashkëpunimit. Edhe të mos bashkëpunimit, por edhe me fëmijët që vinë për këtë lloj specifike, le të themi. E kuptoj. Janë, do më thënë, rastet janë shtuar shumë, si edhe, do më thënë, thjesht vonesë gjuhësore, si edhe thjesht pjesë mutizmi selektiv, pra kur fëmija zgjedh të flasë vetëm me disa persona. Është pjesa e mutizmit selektiv, pra nuk është i qetë emocionalisht të flasë me këdo. Janë shtuar rastet, që është e vërteta dhe ajo që unë e bërtas me të madhe është që duhet shumë nxitje në shtëpi. Shumë nxitje në shtëpi, shumë nxitje me shok, në lagje, në obore, pra jo edhe pjesa që po e mbajmë fëmijën vetëm në shtëpi, për i bëj 2 orë disa ushtrime dhe më pas me telefon apo me iPad. Po, pra izolimi, le të themi, dhe mos komunikimi sjell këto gjëra dhe pasojat më pas. Jo, për rastet kur fëmija flet pak fjalë, po mirë, po dhe ato fjalë që flet në gjuhë të huaj, në anglisht. Kemi të bëjmë të me, le të themi, abuzim të përdorit të rrjetet, jo rrjetet sociale, po iPad, po gjërat që fëmijët ekranet, i shohin në gjuhë tjetër. Të vogël, apo në telefona përdorin, kemi të bëjmë të me abuzim të tyre pajisjeve, apo... Mendoj që është tematike gjatë sepse varet edhe në pjesën se si kanë prindrit, mund të jenë edhe, do më thënë, një prind që mund të flasë një gjuhë të huaj, mund të jetë një prind që flet gjuhën shqipe. Edhe kemi, pra duhet marrë pak më hollësisht, por nëse e marrim në rastin konkret, do më thënë, në Shqipëri, nëse fëmija si është dhënë një telefon në dorë, patjetër që është pjesa, le themi është abuzuar me pjesën e telefonit, edhe nuk është komunikuar, se një fjalë shqip duhet ta thotë patjetër. Më kupton, pra nëse e ka atë pjesën e komunikimit me prindin, me maman, apo me nënën, me babin, patjetër. Nëse nuk e ka, është pjesë e fituar vetëm nga teknologjia. E drejt. Eva, po në rastet, zakonisht shumë psikolog apo mjek pediatër e sugjerojnë dhe rekomendojnë gjatë gjithë kohës leximin e librave, qofte edhe kur janë foshnja të vogla. Dhe thonë që dëgjon, diçka mbetet, mësohet. Ndikon kjo nëse i lexojmë që foshnjë të vogla, ndikon që të flasin më shpejt apo të artikulojnë më mirë? Patjetër që po. Madje, unë e sugjeroj që në shtatzani, pra me muzikë, ose vetë nëna të këndoj, sepse fëmija ndjen dhe dëgjon çdo gjë, sidomos nga zëri i nënës. Absolutisht çdo gjë. Pra, në momentin e shtatzanis, pra rreth le të themi muajin e 4, të 5, ti fillohet edhe këshillohet edhe pjesa që të mendohet pjesa e emrit dhe i thëret bebit në barë, po ti drejtohesh me pjesën e emrit, sepse edhe për pjesën e emrit e di më pas për gjatë kohës duke u rritur e kupton për pjesën që emri im është Kenzo. Më kupton? Por, sidomos edhe për pjesën e të lexuarit. Absolutisht, po. Të lexuarit, muzikë, përralla, sikur edhe vetëm me forma, figura, le të themi, pra Kali bën
Dhe ky është një ushtrim logopedik, sepse është pjesa e lëvizjes së gjuhës, është zgjatja e muskulaturës e buzëve para, dhe fëmijat mundohet që përqëndrohet dhe mundohet të të imitoj. Sado që mund të bëjë në formën e ti, por a i gja po merë pjesën dhe po mundohet të të imitoj, të bëjë ashtu sikur se ti po e bën. Është ka një nga arsyet që fëmijët kanë filluar dhe flasin shumë më herët se dikur, ose të paktën është përshtypja ime, nuk e di. Gati një vjeç e pak fillojnë shumë më herët dhe shumë më të shkatët se më përpara. Po, nëse e kanë, do më thënë, nëse ndishet kjo këshill, pra pjesa që mund t'i flasim që në barkun e nënës, apo edhe në leximin e librave, pa tjetër që ndikon, sepse nga grup mosha 0 deri në grup moshën 5 vjeç, është komplet zhvillimi mental i fëmijës. Dhe pas moshës 5 vjeç, pra fëmija vendos në funksionalitet të gjithë gjën që e ka fitur dhe e ka marrë. Eva, në çfarë moshe duhet të shqetësohet një prind? Për, le themin, çfarë moshe duhet ta sjellë te logopedi? Për vonesën. Për vonesën e të folur. Mbi 18 muajsh. Mbi 18 muajsh. Por nëse shikojnë për pjesën që gjuhën e të kuptuarit e kanë të zhvilluar dhe kanë vonesë, le themi, në gjuhën verbale, në gjuhën e të shprehurit. Nëse shikojnë diçka tjetër që nuk shkon me pjesën e të kuptuar, me pjesën e komandash, me pjesën e të kthyerit të kokës kur i thëret emrin, sa më herët të jetë pjesa e një konsulte me neuropediatrin apo pediatrin dhe logopedin, aq më mirë është. Sepse të gjithë bagazhin fëmija e merr në grup moshë të vogël. Eva, kur i thua prindërve për shembull që një seancë e tillë pra me këto stimulimin e ftohtë i ndihmon, çfarë thon, çfarë reagime shkan? Se përgjithsisht ne jemi rritur me të idenë që akullore na ftoft, na smur, na bëjnë grykët, bajamet. Pra, sa mirë kuptim ke dhe nga ata fillimisht. Mund të ketë prindër që thotë e kam fëmijën delikat, më smure direkt, nuk dua t'i jap gjëra të ftohta. E kuptoj. Faktikisht unë çdo gjë e lidh me praktikën. Pra, në rast se një prind dhe kërkon mendim si ta bëj këtë, unë e marr në klinik. Dhe nëse është, le të themi, fëmija e tij, nuk e fus në dhomë, pra në dhomën ku bëjmë masazhet orobukofaciale, por në ekran, në kamera, shikon komplet pjesën e veprimit se si unë e bëj dhe se si reagon fëmija. Patjetër që në seancën e parë, për shembull, do jetë ajo pjesa që mbase nuk të lejon të preket në fytyrë, nuk do pjesën nuk dhe sigurinë ende. Patjetër, por edhe pjesën e dorezave, sepse duhet të jenë patjetër doreza sterile, që nuk janë as me pluhur, se mund të ketë fëmija alergji, mund të ta lejoj ta prekësh, mund edhe mos ta lejoj ta prekësh, janë pincetat që duhet ja fusim në brendësi të gojës, janë spatulat që ka fëmijë që ti lejojnë, ka fëmijë që nuk ti lejojnë. Dhe kjo do kohën e saj për të përshtatur fëmija dhe për të lejuar ta prekësh në lëkurë. Sepse edhe nuk është e lehtë të marrësh, le të themi, një spatull dhe të bësh masazh në brendësi të faqes apo në gjuhë. Dhe në këtë formë unë ja kam vendosur prindërve objektiv me furçat e dhëmbëve në mëngjes. Kur lajm dhëmbët, përpos larjes së dhëmbëve është edhe masazhimi i lehtë i gjuhës. Në këtë formë muskuli merr komandën, le të themi gudulisje, le të themi një ngacmim i lehtë, po, një ngacmim i lehtë. Por, për ta bindur prindër që t'ja bëj këtë ushtrim, patjetër që unë ja marr dhe e tregoj, domethënë praktikisht, si bëhet dhe kush është benefiti. Po kur fëmijët marrin këto lodrat, për shembull, okay, është ajo periudha që mbas po i dalin dhe kicat, dhe marrin këto lodrat dhe luajnë me to, i fusin dhe në gojë. Po kjo është deri diku mbas një lloj stimulimi i vogël për muskujt e gojës? Pa çka se ka një tjetër shqetësim? Patjetër, por kjo është më shumë tek shqisat e të ndjerit. Pra është fëmija ka kuriozitetin që të marrë objekte dhe t'i fusë në gojë. Ose ka plus që patjetër qëndron edhe pjesa e daljes së kicave, që do me patjetër diçka të brej nofullën e poshtme apo nofullën e sipërme, sepse i kryet mund të ketë dhimbje, po, dhe më shumti kjo faktikisht ka qenë edhe më parë, se tani le themi janë edhe gjelurat e ftohjes së nofullës së poshtme, që të mos ndjej dhe shumë dhimbje fëmija. Pra ka metoda më të ndryshme, po. Por që është shqisa e të ndjerit
dhe të shijuar, le themi, pra kur është një objekt i ri, fëmia ka tendencën ta marrë dhe ta fus në gojë për të shijuar, ose edhe pjesën mund të jetë edhe objekt i ftohtë, pra Po, diçka a stërvit muskulaturën, lëvizja? është pjesë patjetër, sepse është pjesa e hapjes së gojës, pra fëmia po hap gojën, fëmia po nxjerr pjesën e gjuhës. Pra janë disa rrjedha, le të themi, po, pra nuk është... Pa që në një mënyrë ndihmojnë. po. Shumë interesante, si gjërat më të vogla, apo veprimet më Janë të shumë të vogla, rëndësishme. ndikojnë aq shumë në zhvillimin e fëmijëve të folur. Dhe në kohën, dhe më parë, ne konsumonim lëpirëse, ndërsa sot lëpirësja është edhe ushtrim bukofacial. Pra, është vendosja në brendësi të faqes, është prekja e qillës së lartë, pjesa e gjuhës, pra stimulon muskujt e gojës që të kryejnë funksionalitetin e tyre. Për të folurën, apo për gëlltitje, për përcjelljen. Pra, një nga rastet më të mira ku lëpirëset dhe akulloret nuk kanë vetëm pasoja negative të shëndetit fëmijëve. Juve faleminderit shumë. Pushime sa më të mbara nëse po të lë punat pushosh ndo pak të verë. Në shtatorë dash zoti. Faleminderit. Faleminderit ty, kënaqësi verë të mbarë. Okej, ikim pak reklama dhe rikthehemi pas pak.